i salon, edhe ai ti tregon çmimet, sa janë çmimet, edhe ti i thu du me bo një kontratë 20 vjeçare për mi pagu, edhe e pagun. Nis me e pagu. Ti e merr banesën, nuk të përkthehet në emën tonin derisa nuk e bën krejt. Ajo është e qarta e punë. Mirë po ti e merr banesën, edhe nis me e pagu për 20 vjet, pa kamat, shumë thjesht. Nuk guxoj prapë roli komunës tu? Çka ka bërë komuna këtë? Komuna e ka nxit ardhjen e kësaj gjendje të ndërtimit. Po doni me thonë. Po absolutisht, se unë nuk ja bëj punë atij ose asaj. Po nëse unë e kisha ndalë, nëse e kisha ndalë zhvillimin, nuk e kishe pas këtë gjasti, nuk kish ekzistu që kjo gjasti nëse ish ndalë ndërtimi. Kryetar, ju i përmenet gjitha këtu projekte shumë pozitive, shumë të mira, se edhe shpesh nështë edhe po mungojnë këto emisionet për me e ditë se çka po ndodhë kështu realisht në për komuna, pak ma jemi të informuar për komunat tjera, ma tepër zakonisht të informuemi çka ndodhë rreth Prishtinës. A ka ndoj projekt ku nuk ju ka shku edhe ka dështu, nuk keni mujt me realizu, apo ka mbet deri në gjysmë, me arsye të ndryshme, edhe pas të tjerave, si ka qenë, bashkëpunimi i komunës Gjakovës me nivelin qendror, kur e dim që shumë komuna kemi pas shumë ankesa që është bloku buxhetin, nuk kanë pas, mbështetjen e duhur për nivelit qendror, si ka qenë në rastin e komunës Gjakovës? Kemi projekte të cilat nuk kem mujt me i realizu, edhe tash sikur të isha unë opozitar i vetvetes kisha thonë kem dështu. Okej, edhe du me i përmend, nuk janë krejt dështim, po jemi vënu shumë, seriozisht shumë. Jemi vënu me Eshnorën shumë. Eshnorëja ka qenë varez dëshmor veteran luftën e dytë botnore, është ndërtu në vitet 80, unë e kom propozu me shëndru në amfiteatr, se e ka një pozicion shumë mirë dhe mundet, kemi investu 80% punëve në kry, 2 herë jemi duhet me shkput kontratën, se operatori nuk i ka kry punët, edhe ato mu imi konsideru se një vonim edhe më shkonin nerva shumë, se kom dasht mi kry. Mirë po jemi zatet, 2 herë shkputet kontratës, e vjen një operator tjetër, nuk e kryin, vjet tjetëri nuk e kryin edhe duhet me shkput. Jemi vënu shumë, edhe pse është të përfundu, janë terenet e tenisit, janë nis pa ardhën kryetar në kohët Mimozës, edhe aty kem pas tepër shumë të lashe me kontraktim fillestar, edhe me kontraktim dytë i ka ardhë fundi edhe këto, si kur tisha opozitar, kësha thonë, Ardian Gjini ki dështu 8 vjetë terenet e tenisit, po unë duna me dhonë një spjegim, nuk ka qenë mungesë e vullnetit tim ose drejtorëve të mi, po çështja e operatorët, nga një herë zan keq, më thonë e ki fatin e keq në këtë punë. Parku industrial prej vitit 2021 jemi të provu me ndërtu, këtu s'ka faj komuna, këtu fajet e pastra i ka qeveria Kosovës, për shkak se ne e kem të shpronsu token e AKP-s, 50 hektar, edhe prej vitit 2022 rrinë në tavolin të qeverisë, për shkak se kur shpronsojmë prej AKP-s, qeveria duhet me marrë vendimin e fundit, që na me i pagu mjetet, edhe veç rrinë në tavolin. As nuk kemi përgjegje po, as nuk kemi jo, rrinë që aty. Tjetra që na ka dështu për shkak qeverisë është parkingu të Saat Kulla, e kemi një objekt dvogël, ka qenë një farë enti i projektimit dikur, është një objekt i shëmtut, gjithë me Saat Kullën, aty toka është e komunës, objekti është i AKP-s, është një farë situate edhe me objekte tjera, edhe ato prej vitit 2020 e kemi shpronsu, vetëm nuk na kthehet një letër me pagu, me hek edhe me bo parkingun në toksur rreth Saat Kullës. Nuk është që gjithçka ka shku si sahati i Zvicrës, tamam puna, me qindra projekte kanë qenë, diku edhe jemi ndalë. Mundet dikush që është të qyrë televizionin ma gjenë edhe në ajo që o ndalë diku, okej. Amo me qindra projekte janë realizu, projekte te për të zërshme. Veç një gjopi ju tregoj, për qytetarë tjerë se në Gjakove din. Dalja përpej, rruga Bardhyl Qaushi edhe vazhdojnë me Gjergj Sokoli e tjerë rrugë që shkojnë. Ajo rrugë ka nisë me ndërtu në vitin 1974. Projekcioni i rrugës që shka me uduk, ka qenë 74-ën. Pjesa e parë një 20 metra është ndërtu në 74-ën. O nisë të kanë qenë gurë të asfaltit, që kanë tregu që kjo rrugë ka me qenë me 4 shirita. Edhe o ndalë. Në vitin 1983,
një copë diku ma larg atje te ish Emin Duraku, Karshi Gjateksi,